Me pensionet nuk janë veç unë, po nuk janë asnjëri të kënaqur. Se pensionet janë shumë të ulta dhe nuk janë rrit ka herë. Vallai, me konë veç si individ unë, se unë jam veteran i arsimit, kom punu edhe para luftës, i marrëm një 100 euro shtesë, pak e kem pensionin më të madh se tjerët. Po si individ, se dia kisha mujt me dalë ajo, po më nimojnë fëmijët. Pensionet, kjo kategorie pensionistëve që është, duhet me hi në kontrollën e shtetit edhe me i pas parasysh se nuk kanë ka jetojnë. Po nuk po flas veç për veti, se unë thash se më ndihmojnë fëmijët, po di se ka shumë pensionistë cilët nuk mujnë me mbulue kurse si mujnë. Po njeri jeton me shpresa. E në shpresojmë që nështë nesër mas nesër do të bëjmë më mirë. Na nuk lypëm më shumë se tjertë, se na jemi në shtet formus, edhe jemi në formim e sipër. Nuk dojmë na diçka më tepër, po dohet pak me këshyrë edhe kategori tjera, mos me këshyrë me marë sa ma shumë, po mu knaqë me më pak, që edhe kategori tjera të marrin. Se nuk janë veç pensionistë, po janë edhe shumë familje sociale që ka nevojë për ndihmë shtetërore. Po jo, tonë dinë se për shembull këtu u bë shtrajtim si në Evropë. Tona zonat e kima shtrajtim. Me 47 vjetë stazh i marr 240 euro. Na kemi kontribu për borramizim 10 vjetë, asnjë pensioner një cent nuk fitoj për atyt. A duhet të rriten pensionet? Po, shpresojna. Po, ka shumë që marrin pa nevojë. Unë e marrë pensionin e veteranëve. Ajo nuk po na mjafton, po më duket si tash e kanë botë mundshme me marrë edhe pensionin e pleqnisë, e që të dhja diçka mundu me bënë, ose ju, bili vesh që tu që jam të nëreq, e nuk e dhja sa, se ju, me 200 euros, po me pi dohonën e borna ju, la përqe. A duhet të rriten pensionet? Pa duhet. A mendoni që do përmirësohet gjendja? Allah, një herë për i herë s'po menojmë. S'ka për mesim të jashtë e qarë, Allah kama, atje s'është kërkon, qeveria s'është në nivel, s'është asë populli, asë kërkush.